Jo, si do ta shpërbleja, me çfarë ta shpërbleja? Shumë shpejt në fakt u angazhuat në ekipin e parë të Lokomotivës. Në vitin 1969 ju ishit tetor apo nëndor e skuadrës në tetor. Dhe ndeshja e parë me Besën apo jo? Besën e Kavajës. 3-3. Kam shënuar golin e tretë tani nga ajo porta. Sot për shembull që jam i la 72, hyna për 73. Duket si një anë, dhe them si arrita domethënë. Ishte 3-2 për Kavajën nga fundi ndeshjes, bëna golin e tretë dhe unë gjithë qif. Ekipi mos gabofsha i trinjve që unë kisha arë nga trinjt ke ekipi parë, ishte në lushnjë për ndeshje. Kam dalë ke stacionit trenë, kam prit ekipin, jo se do prit ekipi, për i gëzum jashtë mase. Për t'i treguar çfarë kishit vërë. Edhe i parë që zbritim, takojmë kapim qaf, ka qenë të Filip Gjaj. Rivaliteti atëherë mes Lokomotivës dhe Besës ka qenë i madh, por sa e përjetonin lojtarët këtë? Shumë. Shumë aq sa nuk përjetojshim asnjë ndeshje tjetër të kampionatit. Kur luajshim kundër Kavajës ishte tjetër ngjarje. Tjetër ngjarje nga ne në fushë, tjetër ngjarje edhe nga njerëzit që mushnin stadiumin. Domethënë ishte megjithmonë një rivalitet shumë. Edhe po të na mundte ne Kavaja, sidomos mrena Durrës. Jusoj se edhe po ta mundim ne Kavajën mrena në Kavaj, domethënë ishte ngjarje e rëndë shumë. 4 vitet e gjimnastit ju qëndruat tek Lokomotiva, për t'u transferuar më pas tek Dinamo, ku shënon një nga kapitujt më të rëndësishëm të karrierës tuaj. Patjetër. Edhe pse transferimi tek kryeqytetasit ishte me Pati probleme. Pati problematikë. Çfarë ndodhi? Problematika ishte kjo, sepse kur thash që kishim Refiku tash mu më futi në kuadratin e Partizanit, se ai vite nga Partizani. Edhe të më dërgohet atje, normalisht, ne familjarisht kemi qenë tifozat Partizanit, para se me shku për studime në Tiranë, në thot një dursak ke klubit Partizanit. Shyq ta flitet shumë që do vishtu, po i tha shumë, më ka projektuar Refiku këtu. Jo, tha, këtu tha, po pat rezultat ekipi, këtu të bëjnë mret, e kalu mretin. Ila që ti tha me bo mrekullina këtu, tha, mrekullina me bo ti si individ, si shyq. Po nuk heci puna në ekip, këta nuk lejnë me shkuasë në shkolla, të thonë që të kemi marrë për top këtu, s'kena marrë për shkollë. Hyna tratativa pastaj, për të Dinamon. Studimet ju dolën për mjeksi, por nga pasioni që ju kishit për sportin, bëri që të zgjidhni fushën dhe jo librat e mjekësisë. Është vërtet. Unë doli atëherë fakulteti për mjeksi, mi po nuk e dashuroja mjeksin si që dashuroja futbollin. Po në fundit do të thoja që nuk do të isha bo mjek kaq i mirë. Sa që për e futbollistë. Kështu si thoni ju, për ato që flitën, jo po s'jeni paguaj, s'jeni po. Kështu që koha, do të jemi të nërgjeshëm edhe ne, nuk është punë se aty do të thonë u tajtun vetëm ne sportistat jo në formën e duhur. Si u pritën tek Dinamo? Vujta pak vitin e parë, me thonë drejtë. Neshin e parë me Dinamon e kemi bërë ditë shtune ke stadiumi Dinamo edhe hapesh kampionati 73-74. Unë i kisha vut detyrë vetës që o do luj që ditën e parë me Dinamon o bjerë e vdis. Sepse nuk doja që të thoshin tifozat e Durrësit që me ishte këtu për ke Durrësi, pas ka këll që me lujt me Dinamo. Ati qëllimi i arrita, skaner eci, i madhi skaner eci, vendos informacion. Kam bërë një nga neshjet më të bukura të jetës time. Neshjen e parë kundër Lezhës, e kemi fitu neshjen 2-0, kam shënu golin, kam marrë dhe penaltin, që penaltin e ka gjujt i lojtar tjetër, kodra, se edhe i nuk jeton. E ka gjojë, kemi fitu 2-0, kur kam darë nga stadiumi, kam pa mbi 200 vetë, isha mush ajo për para tribunës që ndorët a i sheshi aty me asfalt, plot e për plot me tifozë, llogaritjet mund tifozë të Dinamo, akoma nuk kishim mësu e emrin. Po njoni thote Dursaku, tjetër a bote Ballgjini, po që thote njëri Shoqëri Ballgjini, jo, absolutisht, jo. Dhe mas e ne mulim stol. Mla edhe neshin e dytë që, po qaja si fëmijë. Do ikje tash, do ikje nga Dinamo, do shkoj ke Partizani tash. Do ikje tash e ka ndamje. Erdhi neshja radhës, të luajshim kundër Korçës, stadium që më Stafa. Para pjesa parë më thotë më Ballgjin, thotë Bohu gati. Kur nga thona i bohu gati, unë nuk e di si i kom hek ato tutat, edhe që u bona gati, dolan as vetë nuk e di sa çele